Një mos të mija emisione, po jam shumë i sigurt që janë qindra Që emisione. një vjetë ka bo kërkes mi shëru plak, kërkush nuk po merret me ta. Kjo disiplina për shka të bërë. Është e vërtet? Ka nështë 4-5. Është e vërtet që s'është marrë askush? Që 8 muaj, që 4 Vetëm muaj pak, ka vetëm prit pak. po. Po, Gjevd? Unë jam, do thotë, kom pas taki me, jam taku me ministrin, i kam dokumentacionet mirë, po mi kanë kërku edhe disa dokumentacione shtesë, disa diagnoza, sepse është kogjo problematike kjo intervenimi në plakët e mija, edhe kështu që... Po ideja është atë kanë dalë ndihmë, Gjevd. Jemi... Jo, ma këtë do të ndekëm janë shumë parët, po jo bëse mos ta karikojmë tani të lutem, Dardan. Nuk kam kërku... Du me godit modestinë e tina. Nuk kam kërku në jetën nga vetë modestia është tamam vetë një njeri... Unë kam bisedu edhe me shefin e kabinetit të ministrit, edhe me ministrin e kemi diskutu. Edhe unë javë kom ofru do të ato dokumentacionet, rekomandimet e mjekve, mi kanë kërkuar disa dokumentacione shtesë, edhe mjek Duhet të trajtohesh jashtë. Po, edhe mjek këtu më kanë thonë ortoped, sepse unë e kam pasin një intervenim para një muaj, këtu në qendrën klinike universitare, në reportin e ortopedis, edhe ata vetë më kanë thonë se është shumë e komplikume, do të gjendja juhet aty për intervenim, edhe kështu që unë tash jam ty para pregadit, sepse nuk i kom ditë edhe procedurat që shkojnë për vendosjen e protezës. A ka ndonjë mundësi kush të del në ndihmë, se kjo është çështje njerëzore, nuk dua ta shfrytëzoj këtë për të goditur, për të shkaktuar përplasje politike. Ideja është jeta njerëzore, jeta një... Problemi im shëndetësor sot. Unë kam probleme të vazhdueshme me infeksione. E di, por në kuptimin nëse mund të jemi në shërbim të kësaj, pse jo? Plaga ku është në një pozicion shumë të keq, edhe është shumë vështirë me intervenu aty për protezë. Është kogjo e komplikuar se unë kam kontaktuar me shumë meq, cilët kanë qenë të interesuar, do thotë, më ndihmon këtë drejtim mirë, po kanë kontaktuar me disa spitale, po ka qenë kogjo e komplikuar. A dy në janë pare më shëru? Jo. Unë kam kërku vetëm vendosjen e protezës asë gjën tjetër. Po ku bëhat ajo? Ku bëhat kjo? Nuk e di, tash jem të ju mundu jam në kontakt me disa spitale, ja kom dërgu do të Spitali jashtë vend. Diagnozat, tash po pres përgjigje për tyne, sepse... A kemi nevojë që të bëjmë ndonjë thirrje publike? Ja, absolutisht, jo, përderisa A mundet unë sa të ndihmoj në këtë drejtim? Jo, Ministria e Shëndetësisë ka marrë një vendim, e cila i garanton protezat për secilin invalid të luftës. Mirë, po është gjendja ime është e komplikume, sepse unë jam në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë. Am lejon Gjevd të uroj shërim të shpejtë edhe të uroj që kjo çështje të trajtohet. Mirë, po tash do thotë që më pajtu me gjendjen time shëndetësore, mirë, po ka raste kur po më shkaktojnë telashe më të mëdha edhe telashe psiqike. Edhe telashe psiqike. Po shkaktojnë normalisht se tash në momentin kur po ki infeksionet mëdha edhe ato po kalojnë do të thotë në për trup, edhe kështu që po të shkojnë metadat e kujtimit e ngjarjeve ato, edhe pastaj po ka natë kanë herë që ky s'ka vënë shumë luftë keq përbes. Apet modest është, po jo më apet modest është. Gjevda ka nevojë për mbështetje urgjente me qu edhe me rehabilitu. Që 8 muaj ditë ka bo thirrje publike, ka dërzu letërat. Po, do me thonë kjo është, nuk është vish puna Gjevdës, është puna krejt invalidëve të luftës që 6 vjetë, që Gjevda është kryetar vetë invalidëve të luftës fushë Kosovë, nuk ka marrë asnjë ndihmë, asnjë invalid këtë kohë. Edhe na çka duhet me bosh me folë vëlla, me diskutu, jo me hesht. Po sa po folje? Po jo po fol me modesti dhe se lejoj. Po, ai tha se është çështje që trajtohet, edhe ne, unë po them, ta marr detyrën fillimisht si gazetar, si autor i këtij emisioni, më pastaj edhe si mik edhe i Gjevdës, e i gjithë juve, nëse ne kemi mundësi, nëse unë kam mundësi të ndihmoj në këtë drejtim, unë do të jem 100% dhe 24/7 në këtë drejtim. Edhe prej teje, edhe unë besoj që kësaj thirrje i bashkohet edhe nderi edhe mentori edhe gjithë. Falënderit për mbështetjen, mirë, po përderisa do thotë ekziston vendimi, është fundi që është ndohë. Shteti me një fjallë, Gjevdeti është luftar lirije, nuk ojmë vesht me unë kam provu politik, prandaj është
Unë shumë i drejt, unë kam provu, i kam pas disa intervenime të vogla në flok në Turqi. Mirë po as ata nuk ma kanë ofru këtë mundësi. Vendosin e protezit. Po shpresoj që natyrisht që të gjej kjo përgjigje. Nuk isha dosht me fol ma shumë për këtë temë, sepse jem për një temë krejt diçka tjetër. E ndërlidhur është kjo temë se kisha dosht me u lidhë. tuaja Gjevdet e kanë sjell me diskutuset për temën për... E kanë sjell një situatë të re. Po. Jo vetëm tuaja, por gjithë